Mëngjes, që i bie kjo legjislaturë është më e shkurtër në historinë të Kosovës, vetëm 22-3 ditë sa zgjati. Pse për ju është antikushtetues dekreti i presidentes Zoti Murati? Po fillimisht, pra nëse e shohim preambullën aty ku është bazuar dekreti, pra thirret në nenin 86 paragrafi 2 i Kushtetutës, ky nen dhe ky paragraf e parasheh pra këtë afatin 30 ditor, që thotë presidenti i vendit duhet të zgjedhet nga kuvendi spaku 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Ky afat edhe mund të merret si një afat kushtetues, megjithatë në atë paragraf, pra nuk është se ka ndonjë pasojë juridike apo kushtetuese për sa i përket tejkalimit të atij afati. Pra, nëse kishim mujt me krahasu me vitin e kaluar për shembull, kur ishte ngërçi në kuvend për konstituim, edhe aty, pra tek përzgjedhja e kuvendit apo konstituimi i kuvendit është një afat 30 ditor, ku thotë që kuvendi duhet të konstituohet jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit, apo jo. Pra është një afat. Mirë, po meqense as aty nuk parashihet, pra që ka pasojë juridike apo kushtetuese, ndonjë veprim tjetër me automatizëm, ne kemi pa që me gjithë një 4-5 përgjigje të gjykatës kushtetuese, pra nuk ka pas qasje të atill që ajo të interpretohej si shpërndarje apo rrezikim i situatës së të kuvendit duhej të shkonte në zgjedhje. E as presidenti në atë kohë, pra përkundër kërkesave, diskutimeve që janë bërë edhe në diskursin publik, madje edhe ndërmjet subjekteve që nuk arrinin ta konstituonin kuvendin, subjekteve parlamentare, nuk e kemi pa që ka pas një zell, vullnet apo edhe që dikush ka interpretuar si të atill që me qenë se nuk u respektu ky afati 30 ditor që është kushtetues, se edhe te konstituimi i kuvendit e përcakton kushtetuta, thotë 30 ditë duhet konstituohet, por me qenë se nuk ka pas në formë eksplicite të shkruar se cila është pasoja në rast se nuk konstituohet kuvendi, e dini që kemi shku një 7-8 muaj mas atij 30 ditëshi. Do të thonë diku rreth 9 muaj ka zgjat i tërë procesi. Sepse nuk ka pasur asnjë formë apo mundësi tjetër që të shpërndahej kuvendi. Dhe as presidentja nuk ka bërë dekretim të tillë. Vetëm Zoti Murati, në këtë rast. Kjo është e para. Fillimisht, pra nëse thirremi në nenin 86, paragrafi 2, ky është një kufi kushtetues, mirë po nuk ka pasoja për sa i përket tejkalimit të këtij afati. Prandaj edhe është absurde të mendohet që tejkalimi i këtij afati çon me automatizëm në shpërndarje të kuvendit, e rrjedhimisht pastaj edhe shpalljen e zgjedhjeve. Gjatë që ky dekret pra përbën tejkalim dhe është rishkrim i kushtetutës, pra thirret në diçka që nuk ekziston. Sepse nuk ka pasojë juridike që thotë se me automatizëm shpërndahet kuvendi në rast se tejkalohet ky afat. Vetëm si ka diçka. Bro, i njëjti nen, pra 86, ku shpjegohet se si zgjidhet presidenti i ri, po ashtu pra, thuhet që duhet pra pas konsumimit të 3 raundeve të zgjedhjeve për një kandidat caktuar, vendi shkon në zgjedhje. Po ashtu përmendet edhe afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit, që nënkupton jo natën e mbrëmshme, po nënkupton sikur ju me pa fillu për shembull 10 dhjetor, ose një janar me pa fillu me provu me zgjedh presidentin dhe i keni 60 ditë. Pra, te pjesa te neni 86.2 thuhet vetëm kjo, që presidenti i ri duhet të zgjidhet një muaj, fiks një muaj, jo para se t'i skadoj mandati presidentit të vjetër. Por nëse nuk zgjidhet, nuk tregon çka ndodh. Ngjajshëm sikur se tek konstituimi i kuvendit, pra nëse nuk konstituohet kuvendi brenda 30 ditë, çka ndodh? Pra kjo është situata analoge e njëjtë, sikur se me konstituimin e kuvendit. Vetëm derisa ju po folni për 9 muajshin derisa në shtyp, pra lëvizja vetëvendosi ka dëshmu qasje pra i ka qu kufit e interpretimit kushtetutës vazhdimisht, si me thonë në cep, si me thonë vazhdimisht i keni qu diku në një stad tjetër, në fund gjykata e ka thonë ato që e kanë thonë edhe ekspert. Pra asnjë prej vendimeve, këto që po i përmendit gjatë periudhës së 9 muajorëshe, nuk i ka dhënë drejt juve. Pse po besoni që kësaj radhe do t'ju jap drejt? Është e kundërta.
Do të thonë, në asnjë prej vendimeve të vitit të kaluar, gjykata kushtetuese nuk ka thonë që vendi shkon zgjedhje nëse shkelet për zgjedhje, po ju ka thonë për çdo gjë tjetër, për shkak as nuk shpërndahet kuvendi. E fundit është për Nenad Rashiqin. Pra, njëti keni dhënë kësi interpretimi, edhe mos i ka dalë, pra në fund ka dalë që Nenad Rashiqi nuk është dashur mu zgjedh, rrjedhimisht nuk është dashur mu shpërndah kuvendi fare, edhe rrjedhimisht është dashur mu mbajt zgjedhjet të 28 dhjetore. Vetëm ta mbajmë pra çështjen tek situata analoge, e ngjajshme me atë të vitit të kaluar sa i përket konstituimit të kuvendit. Pra, nëse po flasim për një kufi 30 ditor të vendosur në kushtetut, por që nuk ka pasojë juridike të përshkruar në po atë paragraf, atëherë është situata analoge sikurse me konstituimin e kuvendit dhe nuk mund të kërkohet as shpërndarja kuvendit e nuk mund të çohet vendi as në zgjedhje. Atë çka ka ndodhur më? E vetmja, pra ka një paragraf siç e cekët aty tek neni 86, i cili e sqaron që vendi shkon me automatizëm në zgjedhje nëse konsumohen 3 runde, dhe në rundin e tretë nuk i merr askush 61 vota. Pra kjo nuk ka ndodhur. Nuk jemi në këtë situatë dhe nuk e shoh që as dekreti nuk i referohet atij paragrafi. Çka ka ndodhur më? Mrom ka fillu procesi për përzgjedhjen e presidentit. A nën kupton që tash rrjedh afati 62? Është neni 82, paragrafi 1 nën paragrafi 3. A në kupton që tashmë ka rrjedh afati prej Mrom, si masyrsh, për pretendimi juaj është që prej Mrom rrjedh afati 60 ditore, po. Nëse do të konsiderohej që Mrom ka fillu procesi, pra i kemi 60 ditë nga Mrom. Prandaj po e them, nuk mund të shpërndahet kuvendi duke u thirrë në paragrafin 2 të nenit 86 të kushtetutës, sepse një gjë e tillë nuk shkruan në kushtetut. Prandaj dekreti i thirrur në atë nen dhe në atë paragraf është tejkalimi i kompetencave të presidentes dhe rrjedhimisht është edhe shkelje kushtetuese. Tjetra është, po të kishte pas ta zojmë edhe ndonjë qëllim të mirë, pra, sepse vitin e kaluam, ndoshta shumë e arsyeshme ka qenë vitin e kaluam mu shpërnda kuvendi dhe mu shpall zgjedhjet kur nuk konstituohej pa mbarim, sepse ka pas edhe krizë edhe vakum politik, vakum institucional. Pra nuk ka pas kuvend, buxheti ka qenë problem. Nuk ka pas qeveri në detyrë, pra qeveria nuk ka qenë me kompetenca të plota, ka pas vetëm president. Do të thotë vitin e kaluam, prej prillit kur është dashur të konstituojë kuvendi, pra prej 15 prillit kur ishte thirrë seanca konstituive, ka qenë vetëm presidenti me funksion me mandat të plot. Të gjitha institucionet tjera, pra edhe ekzekutivi, edhe legislativi, nuk kanë pasur funksion të plot. Ose ka pas vakum, si në rastin e kuvendit, ose ka qenë qeveri në detyrë apo ndërheqje, si do që quajmë, me kompetenca të kufizuara sipas legjislacionit në fuqi, gjatë që nënkupton që po të thuhej vitin e kaluam ta zëm, që po të kalohet kompetenca e presidentes, sepse po don me shpëtu vendin prej një vakumi institucional, ndoshta edhe kish mujt me u arsyetu. Po, vetëm pse është ka ju interesant sot për juve? Jo, po prandaj duhet dal aty. Analogjia sot është, ne kemi kuvend të sapo zgjedhur, që është funksional. Ne kemi qeveri të sapo zgjedhur me mandat të plot. Pra që të dy